mund të ketë shumë talent, por që nuk e kanë këtë objektivi, nuk e kanë këtë vizionin që unë dua të bëjmë një sportist i madhe dhe nuk e kanë pavarësisht se ne mundojmë shumë t'ja tregojmë rrugën, ai do shumë fëmijë duan kohën e tyre që ta kuptojnë që ato kanë mundësi pse jo për të arritur edhe larg. Kemi sportist, por që është ende herët, sepse duen vite, po themi, ne tani kemi filluar të punojmë me sportist të vegjël, edhe duen disa vite që ato të arrin edhe shpresojmë shumë që pse jo, të bëhen dhe më të mirë se mësuesi e tyre. Po dhe se... Po të kalojmë pak tek vrapi nuk është shumë sport i dashur për njerëzit të zakonshëm në përgjithësi. Ka disa që duan një pjesë e mirë me zi, kërkon të sforcohet kur duhet të vrapoj për hir të qenurit në formë për të bërë një aktivitet fizik. Na jep 2-3 këshilla se si ta bëjmë, si ta duam vrapin. Si ta shohim vrapin në një tjetër dritë. Shiko, unë mendoj që gjithsecili nga ne duhet thjesht të ketë një konsistencë. Pra ta filloj shumë ngadalë. Me ecje, kur ti e shikon, ti e ndjen, ne jemi fizikisht, po themi të gjithë jemi të ndryshëm, dikush ti përgjigjet trupit ti më shpejt, sepse ka disa dhëna, ndoshta pse jo më të mira, pra ne jemi të ndryshëm, dikuj ti përgjigjet më ngadalë, thjesht duhet t'i japim kohë. Kur ti mësosh dhe shikon që ti e gati për të kaluar, ti e ndjen veten që e gati, ndoshta për të filluar pak vrap të lehtë. Pastaj për të filluar pak, ndoshta kilometra më shumë. Pra nuk ke pse ti ta shtysh veten për të ndjerë këtë lodhje në limite. Ato sigurisht duhet ta bëjnë sportistët që janë në këtë drejtime dhe duan të arrijnë këto objektiva. Flasim për njerëzit e duhet t'i japim vetes tyre kohë dhe të kuptojnë këtë që konsistenca është ajo që do të japin ndryshimin. Nuk është një vrap që ti dole, u lodhe, e çove veten tënde në limite, se është shumë e vështirë, nuk e bëj dot këtë për ditë, jo, nuk e pse ta bësh këtë për ditë. Ti the që trupat janë të ndryshëm edhe secili ka të formimin e vet, po a ka një moshë të caktuar limit për njëri deri kur mund të vrapoj një njeri? Po shikosh, sot maratonat, po themi, qoftë tani dhe në Shqipëri apo qoftë rajonale botërore gjithmonë më shumë poshtohen individët që duan të vrapojnë, sepse nuk ka limit. Këtë ka të bukur ky lloj sporti që nuk ka një limit moshe dhe mund ta bëjnë edhe njerëzit amatorë që duan t'i tregojnë vetes që unë fillova një pikë A dhe përfundova në një pikë B dhe kjo është një emocion shumë i madh për secilin që e fillon. Pastaj një pjesë e tyre duhet t'i tregojnë vetes, po themi garën e radhës që isha më mirë se sa gara e parë. Kjo të mban me emocion në këtë lloj sporti dhe kjo është arsyeja pse ne shikojmë mira garues në maratona të ndryshme, sepse nuk ka një limit moshe edhe nuk ka një limit shpejtësie. Gjithsecili nga ne, po them, kënaqet kur ti shikon progresin dhe këtë e ka mundësinë që ta shikoj, duke qenë që është një sport i matshëm me kohë. Dhe ti ke shumë të qartë kur e ke progresin. Këtë ti tash mund ta shikosh edhe kur ti bën një ecje te liçeni që një ditë e bëre për x minuta, ndoshta mas disa muajsh ti e shikoj që ke progresuar. Dhe kjo është një emocion që gjithsecili nga të po them progres në sport, vërtet. Progresi është ai që na ka dhënë emocion, sepse ti nuk e di se ku do të arrish, por kur ti shikon që po përmirëson veten, aty është kënaqësia më e madhe e gjithsecilit dhe aty ka qenë edhe kënaqësia ime në fillimet e mia, sepse të thash, nuk e dija që do një ditë nga fundit e Europës do të arrije para, por çdo vit kam parë veten duke progresuar dhe vjen një moment që ti e shikon pa e kuptuar dhe në maj. E vërtet. Nëse, ose le ta themi, duke përjashtuar atletikën, sportin tënd dhe vrapin, cili është një sport tjetër i preferuar i yti, që të pëlqen të merresh? Unë për fat keq nuk kam pasur mundësi kur le të themi të provoj një sport përveç atletikës. E kam zbuluar herët pasionin tim për vrapin dhe duke parë që aty po shkoja mirë, nuk mu dha mundësia, por tenisi mendoj që është një sport shumë i bukur dhe unë e adhuroj nga larg, nuk e kam praktikuar kur, sepse nuk më është dhënë mundësia për shkak të sportit intensiv të atletikës që unë kam bërë ndër vite, por e shikoj si një sport vërtet. Unë mendoj që mund ta fillosh, sepse ti, jo, se ti je shumë shpejt. Shumë e shpejt mund t'jesh, por që sigurisht që çdo sport. Jo, me pak stërvitje themu që ta kam shumë lehtë, sepse besoj që tenisi atë ka, patjetër. Jo, mund të jetë reflekse, kraut e fortë, kështu por.
Unë mund të Specia e reagimit. Unë nuk e kam shumë të mirë pjesën me reflekset, nuk e kam të mirë fare. Për shumë, po të më japësh një top, mund vrapoj pa fund, por që koordinimin e kam zero. Se cili ka prirjen e vetë. Do më thënë, ti duhet kuptosh si ke instiktet, reflekset, unë ditë vrapoj drejt, të shkojnë limitet, të përballoj këto dhimbje që ti duhet, por që pjesën tjetër, ndoshta po ta fillosh që fëmijët nuk ti kur nuk e din se ku mund të arrish, por që në këtë pikë që ja nuk e besoj. E qartë. Dhe cila është gara jote më ose le themi gara, që ti e bën më me dëshirë nga të gjitha? Janë maratonat, janë 100 metershat, 50, ku e gje vetën ti më mirë? Tani, Tremishi Pengesa që unë kam pasur dhe arritjet e mia më të mëdha, duke më dhënë dhe titullin Kampion Europe me Zdeo e pafund Ballkani, është cilësat që nga garat më të vështira, sepse duke qenë që ti do vraposh, po ke dhe një pengesë për të kapërcyer, është vërtet shumë e vështirë. Dhe duke qenë që më ka dhënë dhe këtë kënaqësinë dhe emocionet e mia më të mëdha, patjetër që është Tremishi Pengesa, por maratona është një garë shumë e bukur dhe shumë sfiduese dhe ka një emocion tjetër. Dhe unë do doja që pse jo në të ardhme të shikoj veten edhe në maraton, duke ju dedikuar po themi më shumë, sepse maratonën e kam bërë. Pra jo vetëm maratonën, unë kam thyer, unë kam arritur rezultat shumë të mirë, edhe për nivel ndërkombëtar, por që nuk është se jam përkushtuar dhe të shikoj që ku e kam këtë limitin në maraton, kështu që mendoj që e radhës me të jetë maratona. Çfarë do t'i thoje të rinjve që janë duke të ndjekur sot në lidhje me sportin, me të mirat që ka ai, me ato ndryshim të madh që na bën në jetën tonë kur dikush angazhohet në sport? Unë shpeshherë jam munduar... Qoftë në nivel profesional, qoftë thjesht për të mbajtur trupin në formë. Unë jam munduar shpeshherë të jap këto mesazhet e mia, pse jo, për të motivuar sadopak edhe shpeshherë duke treguar dhe historinë time që kam qenë një vajzë e thjeshtë, vjen nga një familje e thjeshtë, por ëndrat janë për të gjithë. Sporti ta jep këtë mundësinë, nuk të limiton, qoftë nga vjena, po qoftë se si, qoftë fiziku që ti jesë shpeshherë, më kanë konsideruar dhe të vogël si arrin, si bën, kështu që thjesht duhet të punojnë për të arritur ëndrrat e tyre, nuk vinë rastësisht, nuk vinë nga sot nesër, dhe mendoj që fokusin më të madh duhet kenë përmirësimin tek vetja, mos ta shikojnë garën me tjetrin, ta shikojnë garën me veten e tyre, duke përmirësuar veten e tyre, sepse kjo do të bëjë që ato një ditë ta shikojnë veten pastaj shumë lart. Bukur. Dhe cila është sfida e radhës e Luiza Gegës? Atëherë, po them një objektiv i radhës, do të jetë kampionati kombëtar që ne do të kemi në datën 10 dhe 11 qershor, ku që sigurisht që do të jetë qëllimi të jem sportiste më e mirë e aktivitetit, për të bërë vitin e 16 radhës. Aty radhës. Aty është radhës dhe... Po kthehesh në një legjendë gjallë pak nga pakën, gjithë të vite, gjithë të suksese dhe një kampione e pa diskutueshme absolute. Falenderoj shumë që isha me ne, Luiza Gega. Ishte kënaqësi e veçantë si gjithmonë, sa herë kam pasur në studio, edhe biseda me ty është gjithmonë shumë e bukur, edhe e shijuam shumë dhe të falenderoj shumë, të uroj sukses të pafund të tjerë.